Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. U Srbiji ima 700.000 nezaposlenih, a nedostaje radna snaga za berbu voća ili ljudi rade na crno, što je još gore. Shtëpit në rrugën Ylber Hoxha në bllokun e ri janë përfshirë nga uji pas rreshjeve të fundit. Qytetarët ankohen se uji ka deportuar në bodrumet e shtëpive të tyre duke shkaktuar shqetësim dhe dëme materiale. Jem të rrezikun me lagështime ujë mush në podrumet, këtë plagja një 45 shtëpi, 50 shtëpi. Janë podrumet këtë mush në ujë, rrafsh. Për shkak të rreshnjeve, kanalizimeve, proni, lokaci, e qëtu të shpedish kjo zënë koment me thonë po. Ata thonë se si pasojë rreshjeve të shumta janë dëmtuar edhe pajisje shtëpiake, ndërsa kanalizimet kanë dalë nga funksioni dhe kanë shpërthyer, duke u derdhur drejt për drejt në bodrume. Shku kom thirrë në telefon, kom shku në aty në të fiksat, tash a keni në motor me na jep në mënyrë tonat që a kemi mujtë me bo. Krejt janë me mjetë me sena krejt në ujë. Banorët shprehen se pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për ndihmë, institucionet përgjegjëse nuk kanë reaguar ende ndaj situatës së krijuar. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. U Srbiji ima 700.000 nezaposlenih, a nedostaje radna snaga za berbu voća ili ljudi rade na crno, što je još gore. Pas ditën e sotme, flakët kanë përfshirë fabrikën Komodita në Gjakove, cila gjatë kësaj dekade ka qenë një nga shpresat më të mëdha të Gjakovës. Ky është një lajm i trisht për qytetin e Gjakovës, por edhe më gjerë. Lutemi që të mos ketë humbje jete dhe që dëmët të jenë sa më të vogla. Televizioni Syri shpreh solidaritet të plotë me biznesin Komodita, krenarinë e qytetit, me pronarët e këtij giganti industrial si dhe me menaxhmentin dhe të gjithë punëtorët. Fidim Agushi, zëvendës togu në brigadën e zjarfiksëve në Gjakov, tha se për zjarrin është raportuar rreth orës 16:50 minuta. Me të morrur lajmin ekipet tona të zjarfiksave janë dalë në vend të ngjarjes. Edhe pra ashtu zjarfiksat me Komodit janë afërsi shumë të afër 1 minutë 2. S'kemi largësi shumë të madhe. Kemi dalë në vend të ngjarjes, siç përshini edhe vetë flaka ka pluar në panaon. Po është një pjesë poshtë më e rëndësishme që ka boca, bombolat e gazit e mëdha, zjarfiksat janë të kthyer me ndërprej atë pjesë, bodoli flaka, andaj do të jetë një katastrofë e madhe. Janë disa bombolat e vogla që bëjnë shpërtimin e tyre, edhe po ashtu kena kërkuar përforcime nga komuna tjera duke marrë Pejen, Deçanin, Rahovecin, Prizrenin. Kemi kërkuar ndihmë se është flakë e madhe. Deri në këto momente, bazuar në informatat e pranuara, nuk raportohet për pasoja në njerëz. Megjithatë, verifikimi plot i situatës dhe i pasojave eventuale do të bëhet pas shuarjes së plot të zjarrit. Televizioni Syri ndërkohë do t'ju mbajë të informuar me të gjitha të rejat e fundit nga ky rast. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. U Srbiji ima 700.000 nezaposlenih, a nedostaje radna snaga za berbu voća ili ljudi rade na crno, što je još gore. Antidroga në Ferizaj të Kosovës ka realizuar operacionin Qafa 2 pas disa javësh hetime. Pas bastisjes, në Slakovc të hepërm Gjilan, antidroga ka vënë në pranga 2 shteta slovak, të cilët ishin në cilësinë e personave ekspert, duke përpunuar substancat kimike narkotike, dhe personin e tretë pronarin e shtëpisë, shtitasi Kosovës. Të arrestuarit kishin improvizuar në 2 vendodhje, laborator klandestin me pajisje për përpunim të substancave kimike, duke vendosur aparatura dhe preparate të nevojshme kimike dhe ishin në proces të përpunimit të prodhimit të drogës sintetike e dyshuar e llojit metafetamin. Policia ka kryer bastisje edhe në 4 lokacione të tjera, përfshirë një dhomë hoteli, një banesë dhe një shtëpi banimi në Preles të Ferizajt. Të ndaluarit do të mbahen në paraburgim për 48 orë, sa kaq policia ka sekuestruar drogën, pajisjet e laboratorit, mjetet ndihmëse dhe një automjet si prova materiale. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. U Srbiji ima 700.000 nezaposlenih, a nedostaje radna snaga za berbu voća ili ljudi rade na crno, što je još gore.
Ky ka qenë dhe objekti I parë nga mbi 300 të tillë që do të shemben në qytetin e Elbasanit për të liruar hapësirat publike. Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar ka nisur mëngjesin e ditës së njëjtë aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje në qytetin e Elbasanit. Ky aksion ka nisur në rrugën pranë drejtorisë së doganës, ku janë shembur nga I nuk disa objekte të cilat janë ndërtuar pa leje në hapësirat publike. Të pranishëm në këtë aksion kanë qenë drejtuesit e I nuk të ardhur nga krye I qytetit, të shoqëruar dhe nga forca të shumta policie dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë. Mes pronarëve të objekteve dhe inspektorëve të I nuk, ndonse nuk ka pasur konfrontime, ka pasur debate dhe tensione. Fadromat e inspektoratit ndërtimor nuk I kanë shpëtuar as hapësirat e betonuara para dyqaneve, hapësira të cilat janë të destinuara për lulishte. Prishja e ndërtimeve pa leje në qytetin e Elbasanit do të vijojë për disa ditë, ku pritet të shemben me 10 ndërtime, të cilat konsiderohen ndërtime pa leje. Ndërkohë ndryshe nga herët e tjera, drejtuesit e I nuk kanë dhënë asnjë deklarat për mediat për të sqaruar shqetësimet e qytetarëve se mes objekteve që po shemben ka dhe ndërtime në proces legalizimi apo të legalizuara tashmë. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. U Srbiji ima 700.000 nezaposlenih, a nedostaje radna snaga za berbu voća ili ljudi rade na crno, što je još gore. Këtë telefon të lloj Nokia një 33 vjeçar e gëlltiti dhe e mbajti në lukth për 4 ditë, për arsye të cilat ende nuk dihen. Për ta nxjerrë celularin që në stomak në vend të ushqimit e mbajti për gati 100 orë, u desh ndërhyrja mjekësore, e cila u realizua në klinikën e gastroenterologjisë, madje pa ndërhyrje kirurgjike. Gastrologu Skender Telaku thotë se gjithë ndërhyrja zgjati 2 orë. 33 vjeçar që kishte përdi një telefon, ja bëm gastroskopi u pa që në lukth, në stomak, është kjo telefoni, ishte ndarë në 3 pjesë, 2 pjesë plastike, plus një pjesë që kishte pjesë ku është bateria, edhe mandej u duhet të nxirrej. Nuk është probleme me pjesa plastike, po është rrezikshme me pjesa e baterisë, sepse ajo po të kishte shpërthyer apo po ishte ajër, ajo ka efekte shumë të këqija. Nxjerrja një telefoni ishte e para për doktorin. Megjithatë, rastet kur kosovarët gëlltisin gjëra të ndryshme dhe duhet intervenimi nuk janë të rralla. Faqen time është aty. Kemi nxjerr para 1 muaj, 2 muaj kemi nxjerr bateria. Bateria nga stomaku, kemi nxjerr si brist këtyre të thojnëve, kemi nxjerr proteza. Them vërtet tash karrierën time proteza ka qenë më e vështirë sepse ajo I ka skajt edhe mbëzuara. Kjo sa dukudo ka qenë më e lëmura edhe e kemi nxjerr. Po kemi nxjerr trupat u gjilpërat, mos flas, copat mishit, ashte, ndodhin. Identiteti I personit dhe rrethanat se si ndodhi ngjarja nuk u treguan. Megjithatë, sipas doktorit, gjendja e pacientit tani më është stabile. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. Mirë dita! Po I duhet pune për kushtim që të merret me këto voglushe. Hajde kuki kokën? Kush koka? Logopedja e re Elsa Kpuska po merret seriozisht me zhvillimin e të folur dhe shkatësive të tjera me fëmijët që kanë këto pengesa. Një defekt në të folur sjell sipas saj vështirësi në aspektin mësimor në rezultate në mësim e zhvillim të përgjithshëm. Si mas preventive, logopedët e specializuar sjellin ndjenin e tyre mbi gjuhën, zhvillimin që në fëmijëri të hershme. E Elsa thotë se ka me shumë pasion këtë punë humane. Zakonisht punoj me fëmijë me spektrin e autizmit, e cila nuk është një sëmundje, është një çrregullim neurologjik që ndodh në tru, është më për masa globale dhe punoj me ta më së shumti nga gjithë çrregullimet e tjera. Pastaj është belbëzimi, mungesa e rrjedhshmërisë në të folur, që ndodhet tek fëmijët edhe tek të rriturit. Nëse nuk trajtohet me kohë, ajo vazhdon edhe gjatë kohës kur rritet fëmia. Pastaj me fëmijë me çrregullimin e artikulimit të tingujve, që dhe ajo ndodh te fëmijët e moshave parashkollor. Ajo merret me të gjitha kategoritë e fëmijëve, që nga 2 e 3 vjeçarët e deri te adoleshentët, dhe thotë se sa më herët që shkojnë te logopedi, aq më shumë rezultat arrihet. Çka po bën vajza? Anën tjetër. Kthej anën tjetër. Hajde, kthej anën tjetër. Çka po bën ky djali? Çka po bën djali? Elza po ashtu thotë të jenë vetëdijsuar në masë të madhe prindërit e fëmijëve që shfaqin vështirësi në të folur, në formimin e nocioneve, në komunikim si dhe gjatë leximit dhe të shkruarit.
Prindërit në kohët e fundit janë më të vetëdijsuar, ka prindër që i përkushtojnë në maksimum fëmijëve, por ka edhe nga ata prindër që e lejojnë fëmijën të ngecë ashtu dhe të vazhdojë dhe me tutje me atë shërbullim. Por nuk është realisht e saktë ajo çka mendojnë ata, sepse fëmia duhet të marrë trajtimin e duhur në kohë të duhur dhe të ketë gjithmonë sukses gjatë jetës së tij. Në terapi fëmia me probleme në të folur mbështetet dhe përkrahet me ushtrime, forma të luajturit dhe ushtrime perceptimi. Aty ai mund të balancojë defektet dhe të gjejë një mënyrë që të përshtatet me vështirësitë që ka. Kush e ardh? Të Cuca e Bravo! Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. Në bibliotek zakonisht shkohet për të lexuar. Një kësi shtëpi e librave që ndodhet në Graçanic u shfrytëzua për diçka tjetër të mërkurën. Rreth 50 serb të revoltuar, për siç thanë punësimet i ofertë në institucione që i financon shteti që për presidente ka Aleksandar Vučić, hynë në librarinë e këtueshme për të protestuar. Burra e gra kërkuan llogari nga përgjegjësit pse atyre dhe familjarëve s'u jepet mundësia e njëjtë për angazhim. Ata pretendojnë se në konkursin e fundit për në spitalin e Graçanicës u punësuan vetëm njerëz që kanë afri me politikën. Očekujemo da Beograd ne ćuti. Presim që Beogradi të mos hesht, e t'i shoh problemet tona dhe disi të zgjidhim këtë situatë në mënyrë të civilizuar sepse vërtet nuk planifikojmë të ikim nga këtu. Replikat i bën me përfaqësues të komunave paralele të Prishtinës, Lipjanit e Fushë Kosovës. Ndër këta të fundit ishte edhe deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës nga lista serbe, Milan Joksimović, i cili u përfshi shpesh në debate me të pakënaqurit. Ai tha që situata nuk është zi, sapo e paraqesin protestuesit. Të pakënaqurit kërcënuar me veprime radikale nëse nuk ndryshon praktika e punësimeve. Ne publikisht erdhëm këtu që të pyesim kryetarin ton nëse edhe ne mundemi të vazhdojmë kështu sikur ata. Ju tham se ne Krishtlindjet do t'i kalojmë në barikada. Thirrësi i tubimit tha se protestuesit nuk është se janë për një mend për bllokim me barikada. Pas Krishtlindjes ortodokse presim që njerëzit të mblidhen dhe të kërkojnë përgjigje atje në Beograd para kuvendit, sepse me këta këtu s'ka më bisedime. Këta njerëz gënjejnë vazhdimisht. Nuk ka kuptim që njerëzit me 2-3 paga të vendosin për kriteret e konkurseve. Kjo pakënaqësi shënon një rast të rrallë që serbët e Kosovës protestojnë ndaj sistemit ilegal politik e institucional që Serbia provon ta zbatojë në shtetin që e ka për kryeqytet Prishtinën. Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus.